Inshallah sot do flasim për shenjat e një personi i cili është ziliqar. Njeriu i cili është ziliqar i ka disa shenja. Pikërisht inshallah sot do flasim për këto shenja. Përpara se të flas, cilat janë shenjat e njeriu të ziliqar, ne duhet ta dimë që Allahu subhanahu xhelle xhelalu e ka përmend Kur'anin Kerim te surja Al-Falaq. Te surja Al-Falaq, Allahu subhanahu xhelle xhelalu thot Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri hasidin idha hasad. Allah azza wa jall zilin e ka përmend Kur'an si sharr. Sa thot i madhi Zot, wa min sharri hasidin, kërkojmë mbrojtjen e të madhit Zot prej sherrit, është konsideruar sherr, prej sherrit njeriu i cili është ziliqar. Do të thotë njeriu i cili është ziliqar, prej tij buron sherr, nuk buron mirësi. Dhe sherri i njeriu të ziliqar, jo vetëm se ziliqari në fillim do ta dim që e djeg vetin e vet, e smund vetin e vet. Mirë, po ziliqarit në njëjtën kohë e dëmton edhe njeriu që e ka zili. Prandaj Allah azza wa jall thot: "Wa min sharri hasidin idha hasad." Dhe kërkoj mbrojtje për të madhit Zot për njeriu i cili është ziliqar. Sepse zilia e ziliqarit mund të bëjë dëm. Zilia e tij i njeriu i cili është ziliqar mund shkaktojë smundjet e vetë yt, mund të bëjë dëm te pasuria jote dhe mund të bëjë dëm edhe shumë gjëra tjera nëpërmjet zilisë tij. Pse? Duke u bazuar në ajetin kuranor që Zoti i Madh kërkon prej nesh që të kërkojmë mbrojtje për Allahut për njeriu i cili është ziliqar. Për njeriu i cili është ziliqar. Sipas argumenteve ne dim që harami i parë që është bën në qiell dhe harami i parë që është bën në tokë, kush është? Shkaktar i këtij harami, kush është? Zilia. Kur flasim qiell, Allahu subhanahu xhelle xhelalu na tregon në Kur'an historinë e Ademit alayhi salam. Allah azza wa jall nuk e ka kriju Ademin alayhi salam dhe Allahu subhanahu xhelle xhelalu e ka futur Ademin alayhi salam në xhennet me gjithë bashkëshortën e tij. Kur e ka kriju Allah azza wa jall Ademin alayhi salam dhe ja mësoi emrat e këtë dynjas Ademit alayhi salam, Allahu subhanahu xhelle xhelalu e urdhnoi melaqet që t'i bin sejdë Ademit alayhi salam, sejdë nderimi, jo sejdë adhurimi e kemi përmend. Me melaqet kush ka qenë? Iblisi, lanetullah alej. Iblisi kush është? Shejtani. Shejtani ka qenë, Iblisi ka qenë në xhennet. Kur Allahu subhanahu xhelle xhelalu i urdhnon melaqet që t'i bin sejdë nderimi me nderu Ademin alayhi salam, njeriu në parë, thot Allah azza wa jall fasajadu al-malaika kulla. Gjithë melaqet i ranë sejdë Ademit alayhi salam. Përveç kujt? Illa Iblis. Aba wastakbara. Përveç Iblisit, i cili çka? Ebe, domethënë kundërshtoi dhe u bë mendje madh. Pse? E kundërshtoi urdhnin Allahut subhanahu xhelle xhelalu, urdhnin Zotit, birin sejdë Ademit alayhi salam. Gjithë melaqet, sepse Allah azza wa jalla përmend fasajadu al-malaika kulla, domethënë gjithë melaqet i ranë sejdë Ademit alayhi salam, illa Iblis, përveç Iblisit, lanetullah alayh, përveç shejtanit. Aba wastakbara, domethënë refuzoi dhe u bë mendje madh. Shkak pse? Se u bë ziliqar ndaj Ademit alayhi salam, pati zili ndaj Ademit alayhi salam. Zilia që pati e bëri shejtanin që të bëhet mendje madh dhe ta kundërshtoj urdhnin Allahut subhanahu xhelle xhelal. Dhe Allah azza wa jall i madhi Zot, kur i thot Iblisit lanetullah alej, kur i thot pse nuk i rën sejdë kur unë të urdhërova, dhe Zoti e ka ditë pse nuk i ka rënë sejdë, mi po me janë nxjerr në pah atë zezën që ka pas brenda shejtani. Çka i ka thënë? Ana khairun min, unë jam më i mirë se ai. Dhe vëdhan, ziliqari i ka disa shenja. Shenja parë, që përmendet në këtë historinë në Ademit a.s. Ziliqari, kur ka zilin ndaj dikujt, as emre nuk ja përmendën.
po thot ai ajo. Pse? Me nënçmu. Prej shenjave të ziliqarit e shikon veten më lart se atë person që e ka zili. Dhe nuk ja përmend emrin hiç. Ashtu si veproi shejtani, ana khairun min, unë jam më i mirë se ai. Kjo është shenja parë. Të më thonë që e shikon ziliqari, e shikon veten mbi atë person i cili e ka zili. Dhe nuk edhe nënçmon kur e thërret. E nënçmon kur e thërret. Do më thonë, nuk e thërret në emër, po aq zili ka ndaj atij personi sa thot ai ajo. Allah azza wa jalla na ruaj. Kjo është shenja parë. Shenja dytë, njeriu i cili është ziliqar, që ka zili njerëzit, ai dëshiron që të mirat që Zoti ja ka dhënë atij personi t'i hiqen. Njeriu i cili pra është ziliqar, kur shikon një të mirë që ka dikush, ai dëshiron që kjo e mira t'i hiqë atit. Shpreson që kjo e mira t'i hiqë atit. Zoti na ruaj. Dhe shikoni, dhe kjo është prej gjunaheve dhe haramave të mëdha, pse? Sepse ziliqari sikur, po është në kundërshtim me atë që Allah azza wa jall ka caktuar për dikën për shembull. Nëse Allah azza wa jall ka caktuar për X personi mirësi, më i dhon mirësi. Dhe Zoti i ka dhënë bereqet, i ka dhënë pasuri, i ka dhënë fëmijë, i ka dhënë, dhe njeriu është kundërshtim me atë që Zoti i ka dhënë, atëherë ti astaghfirullah. Ti sikur i thos Zotit madh, pse i ke dhënë atij dhe mos më ka dhënë? Pse i ke dhënë dituria atij dhe mos më ka dhënë? Pse i ke dhënë pasuria atij dhe mos më ka dhënë? Pse i ke dhënë fëmijë atij dhe mos më ka dhënë? La yasalu ala ma yafaluhum yusalun. Nuk pyetet Allahu subhanahu jalla jalalu çka bën i madhi Zot. Dhe kam përmend shumë ligjërat të tjera. Njeriu i cili është ziliqar, është i pa edukat ndaj Allahut subhanahu jalla jalalu. Njeriu i cili ka zili është i pa edukat ndaj Allahut, nuk ka edukat. Pse? Sepse siç e thash më lart, që njeriu sikur i thot Allah pse i ke dhënë atij dhe mos më ka dhënë. Dhe kjo është nuk tregon edukat ndaj Allahut subhanahu jalla jalalu. Pra shenja e dytë e njeriu i cili është ziliqar, pikërisht ka dëshirë dhe shpreson që e mira që ka dikush t'i hiqë ajo e mirë. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam në një hadith në thënie shana thot sallallahu alaihi wasallam, prej të këshillave të hasedit, zilis, që ziliqari mund të ketë punë të mira, ama pse ka cilësinë e zilis, ajo zilia i djeg punë të mira, ashtu siç ka thënë profeti alayhi salatu wassalam në hadith, hasedi, çka bën? I djeg punët e mira, ashtu siç i djeg zjarri drut. Këtë i bën hasedi, zilia, një njeriu i cili është ziliqar. Prandaj muslimanit ketë kujdes ka ky aspekt. Mos jemi ziliqar ndaj njerëzve, mos kemi zili ndaj njerëzve. E treta, shenja e tretë, kush është? Shenja e tretë e njeriu të ziliqar është që folën mbas shpinë dhe folën keq mbas shpinë ndaj atij njeri i cili e ka zili. Ndoshta sipërfaqe faqeteje të lavdron. Ndoshta faqeteje të ngren shumë. Ama sa ta kthesh shpinën, thot lloj fjalësh këshia. Prandaj kemi kujdes. Edhe herë përsëris, njeriu shenjë tjetër e njeriu ziliqar është që faqeteje folën fjalë të mira, fjalë të bukura, të ngren, dhe më sa ta kthesh shpinën ti, folën lloj fjalë të këshia. Edhe kur të lavdron, ta di se edhe kur të lavdron gënjeshëm. Ai ndoshta me gojë të lavdron, ama me zemër të urren. Me zemër të urren. Kjo është shenjë tjetër e njeriu i cili është ziliqar. Ziliqari, zemra e tij nuk dëshiron të mirën ty. Jo vetëm zemra, po edhe sytë e ziliqarit diktohen. Sytë e ziliqarit, shenjë tjetër është që ziliqari ka sy të mbushur me urrejtje. Ziliqari ka sy të mbushur me urrejtje. Do më thënë, kur ziliqari shikon një të mirë të ty, ai urren atë mirë,
me synin e vet. Prandaj Zoti thot: "Wa min sharri hasidin idha hasad." Allahu na ruaj prej sherrit të ziliqarit. Pse? Sepse sytë e tij janë të mbushur me urrëtie. Sytë e tij janë mbushur me helm. Dhe goja e ziliqarit nuk mund të thotë mashallah te barakallah kur shikon diçka. Kur shikon diçka të mirë, të bukur te ty, ai ka syt të mbushur me urrëtie dhe goja e tij nuk nxjerr fjalën tot mashallah te barakallah. Momenti që nuk thot mashallah te barakallah, mund të bëj dëm. Po, mund të bëj dëm, mund të bëj sherr, mund të dëmtoj, mund të marrim sysh. Mund të marrim sysh. Prandaj kjo është shenjë tjetër e njerit të ziliqar. Pra ziliqari diktohet edhe nga syt e vet. Ziliqari diktohet nga fjalët e vet. E dikton që është duke gënjy. Dhe e dikton që ka urrëtie ndaj asaj të mire që ti ke dhe nuk ta dën të mirën. Më thënë, subhanallah, ziliqari shikon çfarë cilësi ka, as një cilësi të hajrit s'ka. As një cilësi të hajrit. Sa ziliqari është shok i shejtanit. Ziliqari është shok i shejtanit. Pse? Se këto cilësi e shejtanit ka qenë zilia. Edhe nuk i ka hija muslimanit tje ziliqar. Përveç dy gjërave, përveç dy punëve. Ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, la hasad illa fi ithnain. Nuk ka hasad përveç të dy punë. Kush janë të dy punë? Kujt i ka dhënë Zoti dituri? Kujt i ka dhënë Zoti diturinë dhe ma diturit hajrit ai mëson njerëzit. Jo se ke zilia atë profesorin ose atë hoxhën ose ku e diun, po ti thush kem dhe unë diturit ti mësoj dhe njerëzit. Dhe kujt i ka dhënë Zoti pasuri, dhe atë pasurin e jep dhe e përdor në shërbim ashtu si kërkon Allahu subhanahu xhelle xhelalu dhe ti shpreson të kisha dhe unë pasuri si ai. Dhe këtë pasuri ta përdojnë rrugën siç është i kënaqur Allahu subhanahu xhelle xhelal. Tamam? Ziliqari ka dhe shenja tjera. Ziliqari ka dhe shenja tjera. Për shenjave tjera të ziliqarit kush është? Ziliqari mundohet, për shenja ziliqarit tjetër është, mundohet të uli te njerëzit. Ta uli vlerën tënde te njerëzit. Ta uli peshën tënde te njerëzit, të uli ty personalitetin tënd, të uli si individ. Siç përdori shejtani, që i tha Allahu subhanahu xhelle xhelalu, ana khairun minhu, unë jam më i mirë se Ademi alayhis salam. Ka dësh me ul Ademin alayhis salam. Ka dësh me nënshmua Ademin alayhis salam. Ajo. Pse? Duke ngrit vetin e vet. Përfundimi i kësaj ishte. Prandaj çdo njeri i cili ka këtë cilësi, ka cilësinë e zilis të ketë parasysh dhe të ketë kujdes që ta pastroj vetin e vet dhe mos të vdesi me këtë cilësi. Pse? Nëse vdes me këtë cilësi, valla nuk janë punë të mirë të Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Se shejtani e bëni këtë gabim dhe nuk kërkoi falje dhe pastrim për Allahut azza wa xhel. Dhe që është problemi i kësaj pune çka që Allah azza wa xhel i tha fakhruj minha, dil prej xhennetit. Fa innaka rajim, ti je i mallkum deri në ditën e Kiametit. Ziliqari i humbën të mirat e Allahut, nëse vazhdon me zilinë e vet, do i humbi të mirat e Allahut subhanahu xhelle xhelal. Ai humbi të mirat e Allahut. Edhe po të shikojmë sot në këtë kohë që jemi tu jetu, valla zilia është e përhapur më të madhe. Mbren familje, brenda familjes e ke. Në fare fizike, në shoqëri ke, në koishi ke, kudo, shikon që zilia është e hapur më të madhe. Pse hapet? Kush është arsyeja? Një arsye kryesore, dini kush është? Dobësia e imanit, dobësia e besimit. Njeriu ka besimin e dobët, njeriu i cili është ziliqar, ai ka imanin e ka besimin e dobët Allahu subhanahu xhelle xhelal. Sepse njeriu i cili është besimtar e ka besimin e fortë Allahu, ai nuk ka vend zilia te ai njeri. Pse? Se e din që çka ka caktuar Allahu për mua është e imja dhe çka ka caktuar Allahu për ty është e jotja. Një besimtar që është besimtar gëzohet kur muslimani tjetër ka. Besimtari sinqert, e kemi përsëritur shumë herë. Besimtari sinqert gëzohet me suksesin e dikujt tjetër. Nëse ti gëzohesh me suksesin e dikujt,
Gëzohesh pse ka arrit diçka, kjo është një mirë. Ama nëse njeri e urren pse ka arrit diçka dhe pse ka bë diçka, valla kjo është një keqe. Tani, këto ishin disa shenja. Tani si të mbrohemi ne prej sherrit ziliqarve? Kemi njerëz që i diktojnë që janë ziliqar, në familje, shoqëri, punë, kudi, i ke kudo. Si të mbrohesh prej sherrit ziliqarve? Pika tjetër, si të mbrohemi ne? E para, Zotit ka thonë Kur'an, wa min sharri hasidin idha hasad, kërkon mbrojtje për Allahut subhana xhelle xhelalu. Numër 1, ti lutesh Allahut azza wa xhel që Zoti i Madh xhelle xhelalu të ruaj prej sherrit të ziliqarve. Numër 1, mbrojtje për Allahut. Ti këndosh qul huwallahin, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Mbrohesh inshallah për Allahut subhana xhelle xhelalu. Kjo ishte e para. E dyta, ta bësh dhikrin e mbrëmjes edhe mëngjesit edhe të mbrëmjes. Dhikrin e mëngjesit edhe të mbrëmjes mos ta lesh pa e bën. Sa të mundesh. Ndoshta dikush mund të bëj komplet. S'është mirë me i bë komplet, ama mos e haro dhikrin e mbrëmjes edhe të mëngjesit pse jam buroj për besimtarin. Është buroj për muslimanin, dhikri i mëngjesit edhe i mbrëmjes. Të mbëron Allahu subhana xhelle xhelalu për sherrit një shejtanit, për sherrit insanit, njeriut. E treta, namazin e sabahit mos e le, edhe namazet tjera s'do t'i lesh. Çdo namaz ka vlerën edhe peshën e vet. Thot profeti alayhi salatu wasalam, kush e fal namazin e sabahut, e mëngjesit në kohën e vet, çka ndodhën? Fa huwa fi dhimmatillah. Çka do të thotë fa huwa fi dhimmatillah? Është në mbrojtjen e Allahut. Nëse ke falë sabahun kohën e vetë, e ke falë mëngjesin kohën e vetë, ti ke garanci, je garantume. E ke marrë garancin për Allahut subhana xhelle xhelalu që je mbrojtme. Mbrojtme për çka? Për çka çdo sherri. Tjetër, si të mbrohesh për sherrit ziliqarve? Planet e tuaja, kam thënë shpesh, planet e tuaja. Në të ardhmen që ke plane, mos i trego. Mundohu planet e tuja që ti ke, mos t'i shpalosësh. Është një fjalë që thot, pemët piqen, pastaj vilen. Kur ti vi koha, më dala e do dali, ama planet e tuja mos i trego. Pse? Sepse ziliqari mund të bëj sherr, mund të bëj dëm. Po ka arrit, a dini ju që ka arrit njerëz deri në shkallë. Aq zili kanë pas, se ka marrë vesh që x në familje ka të bëj diçka, ka shku ke sehirbazit, ti bëj dëm që mos t'i realizohet atë plan që ka. Ka shku ke sehirbazit. Domethënë i përdorën gjitha metodat që ti mos ta arrish atë plan që ti ke ta realizosh. Prandaj është e pëlqyeshme që mos i trego planet e tuja. Kjo është këshilla e profetit alayhi salatu wassalam. Që thot profeti alayhi salatu wassalam, iqdu hawaijakum bikitman. Realizoni planet e juaja me heshtje. Edhe diçka nëse ti do me ble, një vetur nëse do me ble, një diçka në segjade që do ta blesh në shtëpi. Mos i trego njerëzve, vetëm momenti që ti e blen atëherë le ta shohin. Prandaj këshilloj vetin tim edhe juve që edhe gjërat e bukura nuk është mirë me i shpalos nëpër rrjetet sociale. Gjërat e bukura mos i shpalos në rrjetet sociale. Unë e di që ti je gëzuar, që ke arrit diçka, që ke bë diçka në familje ose vajza ose djali, bë diçka e bukur edhe ti e nxjerr, nuk është mirë. Pse? Jo çdo kush ta të mirën. Dhe jo çdo kush gëzohet me gëzimin tënd. Dhe mund të bëjnë sherr, mund të bëjnë dëm. Mund bëjnë sherr, mund bëjnë dëm. Pra, nëse do më mbrojt prej sherrit ziliqarit, duhet t'i bësh këto punë. E para kërkosh mbrojtjen e Allahut. E dyta, ti kënosh kul Allahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, dhikrin e mramjes edhe të sabahut. Planet e tuja mos i trego askujt. Namazin e sabahit fale vaktin e vet, pa dhe namazet tjera. Përmend Allahun shumë, bëj dhikr shumë. Përmend Allahun subhana xhelle xhelalu. Non stop. Goja jote mos ndalet për dhikrit Allahut azza wa xal.
Që Allahu subhanahu xhelle xhelalu të na ruaj prej sherrit të ziliqarit. Zoti na ruaj, Zoti më na bëf për atyre njerëzve, po cilësia më e shumtuar që mund ta ketë një njeri është cilësia e zilis. Kjo është cilësia më e shumtuar dhe cilësia më e urryme të Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Allahu ta'ala alam. Subhanallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.